Së po ngushëllime për familjen, sa i përket kësaj pjesës aksidenteve zakonisht ku i kemi hekruar, sa i përket pjesës së trenit, kemi mund të themi të gjitha janë për shkak që nuk kemi laura. Nuk kemi laura, do thot tek rruga që do të vendoset laura që mos të ketë mundësi vetura të kalet derisa të kalet treni. Si pretendimet e zyrtarëve ne kemi çdo herë thotë shenja stop. Me ligj është rregulluar, edhe nëse nuk është shenja stop ti do të ndalesh para hekrullës. Por te ne dimë që hekrullat janë shumë pak të lëvizshme. Dhe normal intuita gjithmonë e harron atë pjesën që mund të ketë tren në çdo hekrull që kalojmë. Edhe vazhdohet ajo pjesë do thotë në çdo hekrull të mos e përcjell rrugën se a kemi tren, a nuk kemi tren, sepse është shembull treni është një herë mëngjes dhe një herë mamje rrugës pej Prishtinë, ndërsa hekrullat kemi të do thotë në rrugë ku kemi hekrulla kemi të pafundshme. Për atë arsye është e obligueshme nga zyrtarët të vendosen laurat që në atë kryqëzim ku kalon treni të vendoset laurat që mos të ketë mundësi veturat të kalojnë apo të pa mundësohet veturës të kalojnë rrugën pa u ndalur. Është e obligueshme të jetë laurat që të ikimi këtyre aksidenteve, të ikimi këtyre gabimeve që janë të duke bërë nga institucion, nga persona zyrtarë që do të vendosen laurat. Mjetëmatimi financiar është humbja e njeriut. Nuk e zaventson mjetët. Është neglizhencë, është papunësi e personave që janë adekuat për këtë çështje. Do thotë që para ata persona nuk ka vlerë jeta e njeriu. Kemi me dhjetra, mos të me qindra, do thotë prej pas luftës prej vitit 2000 deri më sot që kanë humbur jetën pikërisht në hekrulla. A ka marrë dikush përgjegjësi? A merr dikush përgjegjësi për këtë pjesë? Unë them çdo herë, nuk është një kriminal që del dhe vret një njeri apo dy apo disa. Kriminal është edhe ai person që për shkak papunësisë tine, neglizhencës tine vdesin njerëzit që janë duke vdekur në aksidente. Ata persona me dhjetra që kanë humbur jetën në hekrulla, ata do të më marrë përgjegjësi dikush. Që mos them apo mos jetë shumë e vrasht që ata janë kriminalat e sotme që punojnë në zyre dhe nuk i vendosin laurat në ato pika ku janë të obligueshëm të vendosin laurat, që mos të kemi humbjen e njerëzve sikur që po kemi dhe po vazhdon kjo pjesë. Vetëm laurat e vendosen. Momentet që vendosen laurat do thotë numri i aksidenteve tek hekrullat do thotë jo që bie, por zero. Është zero do thotë numri i aksidenteve tek hekrullat. Përderisa nuk kemi laura, ky numër aksidenteve vetëm që ka me vazhdu njëjtë sikur që kemi që 25 vite apo 6 vite.